Shikues të televizionit UTA, përshëndetje, mirë se takojmë së bashku edhe sot në emisionin e Ramazanit. Është ky një emision i cili vjen në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Ulqinit. Faleminderit që keni zgjedhur që edhe këtë muaj të madhërueshëm, le të themi në minutat e afërta të iftarit, të shoqëroheni me neve për të ndjekur ligjëratat e shumta të cilat kanë filluar tashmë që nga dita e parë e këtij muaji. Dua të falenderoj të gjithë sponsorët, mbështetësit edhe të Bashkisë Islame edhe të televizionit UTA për të realizuar këtë emision. Dua të falenderoj kompaninë Cungo & Company, i cili ka bërë të mundur, le të themi, edhe një ambient më të këndshëm për të realizuar këtë intervista, por edhe detajet e bukura të cilat vinë në këtë studio nga STR underline apo vis poshtë Nur, e cila gjehet në faqen e internetit në Instagram me këtë emër dhe mund të shihni punime të bukura edhe detaje të bukura të cilat mund të bëhen pjesë e tryezave apo edhe shtëpive të juaja për të zbukuruar, le të themi, ambientin edhe për ta ndjerë sa më ngrohtë gjatë këtij muaji. Kemi filluar, siç thash, me temat. Jemi në ditët e para të muajit të Ramazanit, agjerimet e para, le të themi, që kemi përjetuar gjatë këtij muaji, dhe temat tona kanë filluar të jenë të ndryshme, por me një qëllim për të sjellur sa më shumë mesazhe të bukura dhe mesazhe të cilat na bëjnë të reflektojmë edhe të ndërgjegjësohemi gjatë këtij muaji. Sonte tema është ringjallja e netëve të Ramazanit dhe e namazit të teravive, për të cilën kam shumë kënaqësi që këtë temë do ta trajtojmë me Imam Mirsad Muçaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Selamu aleikum, agjerim të lehtë dhe të pranuar një herët. Wa aleikum assalam. Amin, lutim Zotin e Madh Allahu inshallah na i pranoj gjitha ibadetet, na e pranoj këtë muaj madhështor dhe të na mundsoj që me shfrytëzu sa më mirë për të arritur kënaqësinë e Zotit të lartë madhëruar. Amin. Do të flasim sonte për një temë të veçantë, edhe interesante në vetë, le të themi, fjalët që përbëjnë këtë titull të temës. Por çfarë nën kuptojmë me ringjallja e netëve të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht nuk ka dyshim se muaji i Ramazanit është një muaj i veçantë. Nuk është sikur se muajt të tjerë. Dhe falenderojmë Zotin e Madh shumë që na mundsoi për me arrit muajin e Ramazanit. Shpejt kalojnë ditë, shpejt kalojnë netet, disa prej nesh kanë përfunduar misionin e kësaj bote. Disa jemi ato që jemi. Po lutim Zotin e Madh që Allahu jetën tonë ta bëj të bereqeshme. Lutim Zotin e Madh që Allahu të na mundsoj dhe të na lehtësoj agjerimin tonë dhe të na mundsoj që të veprojmë sa më shumë punë të mira në këtë muaj madhështor. Ringjallja e netëve të Ramazanit në këtë muaj të begatshëm, në këtë muaj të Ramazanit, qëllimi është që ne mundohemi sa më shumë në rënd të parë, të qëndrohemi me librin e Zotit, me fjalën e Zotit. Ata që dinë me lexu, ta lexojnë sa më shumë fjalën e Allahut azza wa jall. Nuk ka mirësi më të madhe se sa njeriu me lexu librin e Zotit, me kalu kohën në librin e Zotit. Ata që nuk e dinë me lexu librin e Zotit, mundohen bespaku të ndëgjojnë fjalën e Allahut azza wa jall. Pastaj gjithashtu ajo që ne kuptojmë për ringjalljen e këtyre ditëve dhe netëve madhështore është që ne mundohemi që të shfrytëzojmë me lutje, me dua, duke i kërkuar istikfar, duke kërkuar falje të ky Zoti, që Allah më ne fal gabimin, më ne fal gjunahet, sepse është një muaj jo sikurse muajt të tjerë, është një muaj ku xheneti, ai vendi i shtrenjtë ku të gjithë ne po mundohemi dhe po sakrifikojmë për të fituar xhenet, zbukurohet për agjëruesit. Është një muaj ku i veçantë sepse me lajqet e Zotit luten për agjëruesit, o Allah, fali, o Allah, mëshiroj, o Allah, plotësohet dëshirët, nevojat që ka agjëruesi. Gjithashtu është një muaj ku dita e fundit e Ramazanit, Allahu i shpërblen me falje dhe i thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a mos është ky nata e Kadrit? Thotë ja, thotë kjo është nata e fundit e Ramazanit, sikur sa i punëtori që kur e kryen punën e vet, edhe në fund kërkon atë hakun drejtën e tij, edhe agjëruesi ka atë hakun e vet, ka drejtën e tij që Allahu më fal, Allahu më mëshiru. Andaj lutim Zotin e Madh që Allahu më na mundësoj që këto net madhështore, këto ditë madhështore ti kalojmë me ibadet, me lexim të Kuranit, gjithashtu mundohemi me kujtu Zotin më shumë se sa ditëve tjera më herët, mundohemi
mundohemi me bë mirë, mundohemi me vepru vepra të mira, e çka ishte mirë, e çka ishte keqe, pak a shumë është e njohur te krijesat e Zotit. Për në Ramazan veprat përshojnë më shumë, punët e mira përshojnë më shumë, pra të mundohemi që të sakrifikojmë punë të mira dhe në vepra të mira. Ajo çfarë le të themi nuk e kemi në asnjë moment tjetër gjatë vitit, por e kemi gjatë muajit të Ramazanit, janë teravit. Çfarë janë teravit? Cili është gjykimi i tyre? Se përket teravive në shariatin islam, janë sunnet i fortë. Çka do të thënë kjo ndoshta dikush nuk e kupton apo nuk e din domethënien e sunnet i fortë, do të thënë një vepër që i shpërblen shumë sevapi është i madh që e ka praktikuar, vërtet e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por nuk e ka praktikuar çdo nat për arsye që mos mendojnë njerëzit se u bë farz, sepse dallimi mes farzit dhe sunnetit është se për farz nëse njeriu nuk e kryen farzin e Zotit, ka mu marrë përgjegjësi para Zotit. Nëse nuk agjeron, agjerimin e ke farz është obligim për detyrë, domethënë ne kemi marrë përgjegjësi nëse nuk agjeron pa arsye, ndërsa për sunetin e fortë nuk merresh me përgjegjësi, por se shpërblimi është shumë i madh. Andaj namazi i teravive është një sunet i fortë e që bashkimi me xhamat, është bërë në kohën e Omerit radhiyallahu anhu në udhëheqjen e Ubejt ibn Ka'bin dhe i shfal domethënë me 20 rekate namaz, por këtu sa i përket numrit nuk kemi një kufizim, por lumë ata cilët, mundohen që këtë namaz vullnetar me kry sa më mirë, sepse shpërblimi është shumë i madh, sevapi është shumë i madh, e inshallah Zoti i madh na mundson që na me kry këta ibadete sa më mirë, me kry namazin e teravive që është i veçantë në Ramazan, inshallah Zoti na i plotson. Sepse ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam men sama Ramadanin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron Ramazanin me vetë llogari dhe duke llogaritur shpërblimin të Zotit, do t'i falen gjitha mëkatet, gabimet që ai ka bërë më herët. Mirë, kur flasim për numrin, se sa është numri i teravive, a gabojmë nëse le të themi dikush ngul këmbë për një numër të caktuar e dikush ngul këmbë ndoshta për një numër tjetër, kaq janë. Unë e kam mendimin, Allah di mas mirtit, vetëm se mas mirtit është ai i cili i lidhet hoxhës vet, imamit vet, edhe nuk i ndahet deri në fund. Edhe shumë gabim është tek disa qevrejet tek xhamatet tona, në vendet tona, që dalin para se me përfundu imami, dalin pas 8 rekateve ose pas 12, unë disa është sunet. Mirë po, është një hadith madhështor, për cilin është i njohur për besimtarët, që men qame ma al imam, hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lejl, kush lidhet pas imamit, edhe nuk i ndahet imamit deri në fund, duke llogarit këtu edhe namazin e vitrit, i shkruhet atij, a thu se ta natën ti ke bën namaz. Thu se ta natën ti e fal, i lut Zotit. Për atë, ajo çka është më smirtit, është mas më nda hoxhës, mas më nda imamit, edhe me qëndru deri në fund, edhe ne shohim se nuk është një kohë që zgjatën shumë, brenda tek shumica e xhamiave, brenda 1 orë kryhet krejt ai ibadet. Mas behumbat shpërblim për ndonjë arsye shumë të vogël, sepse ai është shpërblim i veçantë në ditë veçanta, në të veçanta, që për atë lutim Zotin e Madh që inshallah Zoti i Madh na mundson që me shfrytzu sa më mirë. Cili është qëllimi shpirtëror i ringjalljes së natës? Qëllimi shpirtëror është që njeriu me u afru më afër Zotit. Nuk ka dyshim njeriu kur shton ibadetin, shton dhikrin, shton punët e mira, veprat e mira, afrohet tek Zoti. Po çfarë ndodh kur ti afrohesh tek Zoti? Emri jot bëhet i madh. Emri jot bëhet i madh. Emri jot përmendet diku në një vend më të mirë. Ne shpesh shumë herë them që na gëzohna kur dikush na përmend për mirë. Filani njeri i mirë, burri i mirë. Po çka do të thon kur emri jot ti mundosh me i shtu punët e mira, me i shtu veprat e mira, emri jot ka mu përmend tek Zoti Allah, tek Allahu i lartmadhruar, dhe do të jesh në listën e njerëzve që Allahu i don. Nëse jeni këtë listë, si edhe lutim Zotin me na shënon listë, me na bën listë njerëzve që i don Zoti, nuk përfundon çështja me kaq, por Zoti i Madh i lajmëron gjitha krijesat, sa ka krijesa që ne si dim, nuk i shohim, që kanë qiell, Allahu e don filanin për shkak të ibadetit, për shkak punëve të mira që duke i vepruar. Allahu inshallah na bën nga ato cilët emri jon përmendet në listën e njerëzve të mira.
Atë Allah i thot krijesa që ka pozitin më të lartë në mesin e gjitha krijesave, i thot Xhibrilit, unë e du filanin, duj edhe ti. Dhe don Xhibrilin. Si mund të ringjall një besimtar natën nëse nuk mund të falë shumë? Ajo si besimtari mundet ta ringjall natën, dhe me thënë, ajo që ka kërkohet për çdo njanit prej nesh, një herë startimi, do të thënë, të jetë i vazhdueshëm, të jetë për nuk guxon shembull ndoshta kemi për gabimeve që i bëjnë disa për i badexhive, për i adhuruesve, dhe i bëjnë se në fillim startojnë mirë, me një tempo të mirë, por lodhen më vonë. Ajo punë që po them, i ke fal 20 rekate në rregull. E të shkaf unë folaj me 8 ose folaj me 6 me 4. Di se sunet, di se porse domethënë punë duhet të jenë të vazhdueshme. Atë mundohemi që edhe me lut, me bë dua të Zotit që Allahu më na lehtësoj ibadetin. Se një krijesë që është e njohur tek njerëzit me emrin Iblis apo shejtan, vërtet është robi i Zotit, është gjithmonë në sulm ndaj tij, që njeriu e nxit në veprat të lodhshme, ose hajtë se ka kohë, hajtë se dikur tesh, mos shko sante, hajtë se je i lodhën pak, je lodh me punë të ditës, mos shko sante më fal, hajtë se mundesh lese mbrapa, hajtë se dikur ka funi, ja, duhet më mundu me keni vendosur në start për fillimit, son ndash Zoti, nëse gëzoj këtë shëndet, do t'i kryj ibadetet ashtu si Zoti është i kënaqur. Teravit në shtëpi apo në xhami? Nuk ka dyshim se namazi i taravive, me u fal në xhami, shpërblimi shumë më i madh. Shumë më i madh është sepse nuk e ka atë shpërblimin e njëjtë, apo nuk hin në atë thënien e pejgamberit alayhis salam në hadith e që vlera e namazit me xhamat është për 27 herë më me vlerë. Dhe gjithashtu, nëse falesh ti ibadetin e fal në shtëpi, nuk e arrin atë shpërblimin që më u shënu sikur se je fal ta natën. Për kush si ndahet hoxhës imamit deri në fund, shënohesh në listën e njerëzve atuese ta natën ti ke bëj ibadet, ta natën ti ke adhuru Allahun azza wa jall. Porosia juaj për agjëruesit për këtë Ramazan, cila është? Ju drejtohem gjithë agjëruesve. Nuk ka dyshim se agjërimi është një ibadet i veçantë, është adhurim i veçantë. Është mes teje dhe Allahut azza wa jall. Mundoju që të krijosh atmosferën e Ramazanit, mundoju që të agjërosh me agjëru me gjitha pjesët e trupit të njeriut. Largoju nga polemikat, largoju nga bisedat e panevojshme. Ngjallë zemrën tënde, ngjallë mendjen tënde me agjërim, mundoju që të agjërojnë me gjitha pjesë, duke me syrin e me veshën, me dorën. Çka nën kupton kjo? Duke u rujt, mos më shikoj atë që s'bën më shikoj, mos më dëgjoj që s'bën më unë dëgju, dhe mundoju që sa më shumë në këto ditë me eshtu istigfari, me kërku falje të Zoti, sepse ishte vepër madhështore, me kërku falje të Zoti, ishte për veprave të mëdha, ishte për punëve të mëdha, që nuk e mundson Zoti gjithkuj me bëj istigfar, nuk e mundson Zoti gjithkuj me thënë astaghfirullah, o Allah mi fal gjinat e mia, o Allah mi fal gabimet e mia. Wallahi, ata që bëjnë istigfar dhe kërkojnë falje të Zoti, unë mendoj se ata janë njerëz të veçantë. Janë njerëz veçantë. Për çfarë arsye? Sepse i thot njërin nga të parët, idha alhama al-abdu li istighfarin faqad ghufira la, robët që bën istighfar, atij në fakt Zoti ja ka fal gjunat, ja ka fal gjitha gabimet. Pse nuk ja kujton Zoti gjithkujt me thënë o Allahumma ighfirli. Andaj nëse je në listën, në grupin e njerëzve që thu o Zot më fal gjunat e mia, o Zot më shëro me mëshirën tënde, o Zot unë i mbaj shpresat tek ti, jepi njerëzve të dashur tek Zoti. Jepi njerëzve të dashur, për të pavarësisht çado që ke bë, gabimi që ke bë më herët, gjunahet që ke bë më herët, kujtoja vetes se mëshira e Zotit është shumë më e madhe, rahmeti i Zotit është shumë më i madh. Edhe nëse tokën e ke mbuluar me gjunahe, po them, edhe nëse ke bë gabime që shumë në syrin tanë janë të mëdha, por kujtoja vetes se mëshira dhe rahmeti i Zotit është shumë më i madh. Sepse është një hadith i njohur që thot o birri i Ademit, nëse ke ardhur me gjunahe, është sa është madhësia tokës, sa është toka madhe në këtë dunja. Ja, nëse ke as shumë gabime, as shumë gjunahe, por ti më lutesh mua dhe kërkon falje tek unë kam t'i falun ty gabimet, kam t'i falun ty gjitha mëkatet që ti ke bë më herë, përveç me pas kujdes njeriu mos me vdek mundan nga kjo dunja e duke i bashkësh ke Zotit, duke adhuru dikën tjetër me Allahun azza wa jall. Për atë Ramazani është një muaj i veçantë, një mundësi e veçantë që njeriu me ndryshu, me i përmirësu raportet e veta me Zotin. Se nuk ka mirësi më të madhe se sa njeriu tash
këtë mundësi që e ka me i përmisu lidhjet e veta, me i forcu lidhjet e vetë me Allah në sëgjën. Mi forcu lidhet me atë që ty të ka kriju. Allahu është ai i cili po të furnizon, Allahu është ai i cili po na ndaron, po na begaton me të mira, shëndetin që e gëzojmë pi kujt e kemi pi Zotit, bereqetin, furnizimin që i kena pi kujt i kemi pi Zotit. A jemi në këtë botë jemi të përkohshëm? A ka ndonjë njeri që është i përhershëm? Nuk e dim momentet e fundit, nuk e dim ditët e fundit, por ndoshta ky Ramazan mund të jetë sebeb edhe shkak që Zoti më ne fal gjunahet tona, që më zbrit bereqeti më shumë pe Allah të zëvël tek ne. Andaj mundohemi pra që çdo ditë mos të tregohemi pra neglizhent, por ta shfrytëzojmë sa më mirë, sa më shumë duke bë lutje dhe duke kërku mëshirën dhe rahmetin e Zotit. Për atë i dashur agjërues, shfrytëzoj këtë ditë madhështore. Shfrytëzoj se nuk dim a kemë arrit më Ramazanet tjera, nuk i dim sa njerëz kanë vdekur në mosha të reja, sa njerëz kanë vdekur në mosha të ndryshme që ne si dim ditë të fundit. Kush na garanton se kemi arrit 70, kush garanton se kam arrit 80, kërkush na garanton. Mirë, po vjen një moment, vjen një kohë që asnjëri as nuk plaket më kurrë, as nuk vdeken më kurrë, e qëndron moshën më të mirë, në moshën më të re, vetëm se do t'i thuhet për gëzim, urime, mysh dhe për ty, atë që ti ke punu, që ke vepru, për te ke më shpërbly. Do bëhet një pyetje të fundit. Me qenë se folëm për teravin edhe në fund të mesazhi le të themi për agjëruesit. Por sa qëndron edhe a qëndron teravia pa agjërimi në një ditë Ramazani edhe si qëndron agjërimi pa teravi? Kështu, personi i cili ka arsye shëndetësore për shkak të moshës, për shkak disa të ilaçave që ka të domosdoshme, dhe është i detyruar, i shkreti që duhet, thoshte nuk mundet më agjëru. Më agjëru, do thënë, mos të mërzitet, mos shqetësohet se nuk po lën prej qefit. Mirë po, ka mundësi tjetër vjen taravi, shpërblimin e ka, sevapin e ka. Ndërsa ky personi tjetër i cili agjeron, por nuk vjen në taravi, më fal taravit, kemi bindjet se agjerimi i tij, a ka agjerimin për Zotin, ka me ndiku që me ndryshu, me e përmisu dhe me fillu me ranë sejrë dhe Allah, Zotit madh. Edhe nëse kryet agjerimi si duhet, pa dyshim se nuk Ramazanin e agjeron, ai që ka besim, që ka imanin, që ka besim, shëbe ibadet i veçantë. A nuk mund është dikun vete me hangër e me pisa dush, e para publikut, para njerëzve, mu paraqit kitë si i agjerusem, a dhe jam njësaj njajtë si kur ti, mund është sa dush. Por se është agjerim ibadet i veçantë, e për atë unë mendoj se ai që agjeron, edhe nëse nuk fal, nuk ban, domethënë nuk falet namaz taravih, ky agjerim ka më ndiku që ky më ndryshu. Ka më ndryshu. Për atë agjerimi, për atë ka thënë Zoti i Madh, agjerimi është i imi. Dhe unë di sa shpërblet për te. Edhe për te themi se nëse diçka në këtë botë ekziston që nuk mundet bu përshkru me fjalë sa është i mirë, kështë bujë Ramazani. Edhe na nuk kena aftësi me të rëgu se sa është i rëndësishëm bujë Ramazani. Vlera dhe rëndësi nuk e din as me lajqet të Zotit, as një krijes nuk e din sa shpërblehet të robit që agjeron për Allahun azza wa jall. E që me prish njëri një ditë Ramazani për pikë qefit, tanë ymrin me agjeru, tanë kohën, jashtë Ramazanit, shpërblimin e asaj dite se ti nuk mundesh me arrit. Shpërblimin e asaj dite nuk mundesh me arrit. Ti mundesh me kompenzu, mundesh me asi, por sa ka pas vlerën dhe shpërblimin, nuk mundesh me arrit. Për atë çdo ditë e Ramazanit ka vlerën e veçantë. Ka shpërblimin e veçantë, inshallah Zoti na mundson që me agjeru si duhet, me ashtu si Zoti më keni kënaqur me neve. Amin. Faleminderit për gjitha mesazhet që përcollën. Faleminderit gjithashtu edhe për juve. Zoti ju shpërbleft që po na mundsoni që këtu më dhon disa këshilla, inshallah azhajal, një herë në parë të janë dobishme për neve vetë si ligjërues, inshallah Allahu na falë na mëshiron. Edhe mundson gjithmonë me bëpër mirë. Faleminderit. Ishim në studio së bashku me Imam Mirsad Muça në këtë ligjërat. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, duke ju dëshiruar tani në këto çaste, sepse pas pak minutave është koha e iftarit, agjërim të lehtë të pranuar dhe ju bëf mirë iftarit të gjithëve. Ne do të vazhdojmë të jemi së bashku çdo ditë të muajit të Ramazanit me emisionin për të përcjellur tek ju ligjëratat, le të themi, të cilat vijnë nga imamët e komunës së Ulqinit, por gjithashtu gjatë muajit në vazhdim, siç kemi lajmëruar
shëndruar, do të kemi edhe mysafir të shumë të tjerë, të cilët do të jenë pjesë edhe e xhamiave dhe ligjëratave që do të mbahen nga Bashkia Islame gjatë këtij muaji. Faleminderit të gjithëve, miru takofshim.